U akuzua se dinte për planin e vrasjes Liri Donës, reagon Bexhet Pacolli. Zhvillimet e forta kanë shoqëruar seancën gjyqësore për vrasjen e Liri Dona Demajt, pasi akuzuari Granit Plava ka dhënë një dëshmi që përfshin pretendime për mbështetje nga figurat larta shtetërore, më konkretisht Bexhet Pacolli. Para trupit gjykues, Plava deklaroi se i dyshuari për porositjen e vrasjes në Murseli i kishte premtuar mbrojtje dhe ndikim për të shmangur, duke përmendur edhe emrin e Bexhet Pacolli. Ti e di çfarë pushteti kemi ne, edhe Bexhet Pacolli e di. Nuk të lë më shumë se 2 vjet në burg, citohet të ketë thënë Plava se i kishte deklaruar Murseli. Sipas tij, para ngjarjes kishte pasur disa takime me Murselin për të rënë dakord për kryerjen e krimit, ndërsa fillimisht nuk ishte në dieni se kush ishte viktima. Ai tha se vetëm pas ngjarjes kishte kuptuar se i bëi fjala për bashkëshorten në Murselit, Liri Dona Demaj. Plava pretendoi gjithashtu se i ishin ofruar përfitime të konsiderueshme, përfshirë një vend pune me pagë mujore, veturë dhe deri në 250.000 euro, nëse do të merrte përgjegjësinë dhe do të vuante dënimin. Sipas dëshmisë së tij, në ditën e ngjarjes kishte dërguar në Prishtinë nga një person tjetër dhe kishte marrë paraprakisht disa qindra euro. Por pas kësaj ka reaguar Bexhet Pacolli, i cili ka mohuar kategorikisht akuzat. Njerëz të çmendur, shumë të çmendur, ka deklaruar ai. Më vonë, përmes një reagimi publik në Facebook, Pacolli ka theksuar se është distancuar prej kohësh nga persona që sipas tij po përpiqen të përdorin emrin e tij për të justifikuar veprimet e tyre. Ai theksoi se askush nuk ka të drejtë përdor emrin e tij për alibi, mbrojtje apo larje imazhi, duke shtuar se eshtja e tij ka qenë çështje dinjiteti dhe jo frike. Njerëzit më të rrezikshëm nuk janë gjithmonë ata që bota i njeh si të këqinj. Shpesh janë ata që i ke ndihmuar më së shumti, e që sapo u ndal dorën, kthehen kundër te me helm, përgojojnë dhe pabesi. Ata harrojnë të mirat që kanë marrë, harrojnë dorën që i kanë mbajtur dhe fjalën që i kanë mbrojtur, dhe kur nuk munden më të mbajnë peshën e zgjedhjeve të veta, kërkojnë të shpëtojnë duke përmendur emra që nuk u përkasin më jetës së tyre. Kjo nuk është forcë, kjo është varfëri karakteri, po e them qartë, jam distancuar prej kohësh nga çdo njeri dhe nga çdo rrugë që nuk më përfaqëson. Ndihma që i kam dhënë dikujt dikur ka qenë njerëzore, por zgjedhjet që ai ka bërë më pas i përkasin vetëm atij. Askush nuk ka të drejtë përdor emrin tim për alibi, për mbrojtje apo për larje imazhi. Emri im nuk është stre për askënd që përpiqet fshet vërtetën pas emrit të tjetrit. Kam heshtur nga dinjiteti, jo nga frika, por heshtja ime nuk është dobësi, është refuzim për të rënë në nivelin atyre që pasi ushqehen nga mirësia e kthejnë atë në helm. Dhe në fund, njeriu nuk bëhet i lig nga mungesa e përkrajes, ai thjesht tregon atë që ka qenë brenda tij gjatë gjithë kohës. Gjatë seancës, pretendimet e Plavës janë kundërshtuar edhe nga vetë Murseli, i cili është drejtuar atij me fjalët "mos rrej", shkroi Pacolli.